pas vdekjes së Skënderbeut pasoi periudha e gjatë e pushtimit të okupimit dhe vetë vonimi në zhvillimin dhe në pavarësimin e Shqipërisë është pasojë e kësaj periudhe. Në aty ka rënje, thu. I ka rënjet aty se ne në një farë mënyre Perandoria Osmane mbajti një qëndrim të veçantë ndaj shqiptarëve, duke e ditur dhe duke i konsideruar në një farë mënyre si fajtor për 25 vitet e humbura kot në Shqipëri, se synimi i tyre nuk ishte Shqipëria, ishte Evropa. Dhe ata nuk e harruan asnjëherë këto. Dhe në procesi presionit për t'i identifikuar me vetveten, për t'i afruar përmes ideologjisë fetare kështu me radhë, janë pasojat e këtij elementi. Në anën tjetër, një humbje më e madhe përveç atinat e karakterit ekonomik dhe karakterit demografik, se u paku populata me luftimet vazhdueshme, me masakra, me sklavrim, me gjana të tjera që janë si pasojë e luftës, humbja më e madhe mendoj se është humbja e atij nivelit që nëse mund ta quajmë me gjuhën moderne të inteligjencës, intelektualitetit të atyre burrave që do t'i kishin mund t'i kontribonin kulturalisht dhe diplomatikisht Shqipërisë. Është fjala për vetë rasti i Marin Barletit, Gjin Gazulit, Leonik Tomeut, Marin Biçikemit. Të gjithë këta ishin figura të respektuara në aspektin kulturor dhe në aspektin e avansuar të përgatitjes të dijes, nuk veprojnë në Shqipëri, se jo të rrezikum. Dhe Shqipëria mbetet, të themi në mënyrë metaforike, pa trurin, pa inteligjencën e vet.